Dile me pak një sprej trupit që kjo më shku mos ma dhun, dhe në Atë qëtë pjesë mënyrë, ne ka qenë pa drejtësi, ne atë pjesë e diskutuam bashkë me opinionistë. Pak një dhonë mundësin, qoftë edhe një histori me të regu, edhe orë atë në konë komente negative, inshallah Zoti nuk e sprovon asë njëherë, se mak një njohë synimin edhe s'mak njep mundësin asë një histori me rëfy. Edhe vllovin ta me një krejt një Kosovë, kom dash me t'regu historinë, s'mak një dhonë mundësin për cilën një mikë të mrena. Me pas di që s'me ke hyrë në shtëpinë më të famshme në vend. E ke patur gjithmonë mundësinë të tregosh çfarë të mundësin edhe një histori me t'regu. Dhe janë farin të tjerë. Besëm zot isha ikur këtë format. Dhe këtë e ka parë i gjithë publiku 24/7. Unë ma keni njoft synimin, të paktën u dash më ma dhonë mundësinë me ta dhanë zyrën pra. Ta kanë thënë zyrën. Jo, hi për zyre. Nuk jam hi për zyre. Unë jam hi për vllovin tim që nuk e kom rrëfy historinë për çka jam hi këto. E ke treguar. Edhe jo se kom tregu, as ti përçi se kom tregu. E ke përmendur. Jo, herë ke treguar sofsat historinë. Për çka jam hi dhe çka mendoj me sunu përmes këtij formati. Shkurta ti e di, është një format që eliminohen një nga një dhe shumë prej banorëve dhe nuk tregojnë historitë. Ato do ta shpjegoj ti. Aty brenda për çfarë më tua. Çat pukur për cilën jam hi këto, edhe kom shpresuar shumë që ky format të paktën historinë, më mësu me tregu edhe me shumë me briv, domethënë historinë drejt vllovit. Për që të arsye mi, ato nuk e kom të regu, po shpresoj që bigu i Albanisë më ma boni ftesë, edhe momenti që unë realizoj synimin drejtim vllovit tam, nuk ka problem edhe nëse qëndrojmë në 2 javë. Po edhe ne shkurta të urojmë gjithë mirat, cilin do bigu. Vllajmali turojmë edhe sukses, edhe do të votojmë. Unë e vlerësoj shumë një zyre, e vlerësoj shumë, po unë s'm hi për zyre. Unë s'm hi për zyre. Qëllimi jam ka qenë vllovi jam historinë që nuk e kom të regu, të cilën kom shpresuar që të paktën ma kishte jep si mundësi qoftë edhe një javë me qëndrush atë. Të paktën me tregu historinë edhe nëse isha dalë mas një jave për mua i shkon këtë rregull. Kështu që më hi për me fitue. Mirë po, shpresoj që Olta mos provu në evlat, komente negative keni jap par syje, i keni fry gjonat edhe për mua keni qenën dy opinioniste ma negative që unë i kom takuar me jetën. Që shumë vjen keq, ti nëse je në stilin e Zojës, nuk ke nevojë veç ato se ajo ka fry gjuhën edhe po. Vlerësoj shumë për dallim prej fjalës. Jo, ton komente negative, momenti që kur shkurta aty keni dhënë shumë komente negative. E unë nuk jam ajo çka keni thonë jo, kështu që nuk e marr parasysh hiç komente të juve. Vjen keq një njeri që ka shërby popullit. Që të paktën 700 veta pa pahorin, shkurta. Një dhomë mundësinë Ju ke mos mirënjohse me zemër. Jo, më ti ton konjë negative. Ju ke mos mirënjohse komplet. Shumë negative e konoja. Jo, shkurta çfarë? Shumë negative. Unë vjen keq. Se nuk më lejove me thon mendimin tim. Që në rastin konkret, jo, po tregoj. Unë personalisht u mërzita shumë që dole ti. Edhe po pas mërzit, s'mi kishte dhënë ato komente në me çfarë. Po tregoj, apo do me të. Ja, hiç as 1% se marr komentin ton Leonor, faleminderit shumë. Përderisa një muj e jo, unë keni jap komente negative, unë s'dua. S'ma keni jap mundësi. Unë nuk kam të them. Dua të them vetëm dua t'i kujtoj diçka, që sot ke qenë në televotim jo vetëm për pjesën e Sprite, sot ke qenë në televotim për gjithë rrugtimin tënd. Dhe publiku ka votuar për ty si lojtare dhe për të tjerët si lojtarë për gjithë udhtimin që ju keni bërë. Olta, unë as një koment pozitiv, por pos një herë kur kom fol pjesën e humanizmit, një koment pozitiv e kom pa prej teje. As edhe një herë, edhe jam tamam me ato komentet që kom thonën definitivisht femna se për krah. Edhe që tose kom marr për juve dyave. Leonora na herë raste të rrolla, mirë po ti Olta prashtim kur e kom tregu një pjesë të vogël të humanizmit të rrëfimin, një koment e ke thonë pozitiv edhe ato si s'po di ç'më thonën. Kështu që u dosh paktën një javë ditë, më malon hapësirë me thon shkurt je pak më rreziku me tregu historinë, më thirr me tregu që të paktën me shumë me ndihmën vllavin tim se unë s'kom tregu pjesën e historisë aty as edhe 1%. Po se kom sik që kom vllavin, domethënë me aftësi kufizuar edhe kom tregu senimin pse po i këto. E mendoj që të paktën u dosh të më madhonën qoftë edhe një javë për me tregu historinë në drejtim vllavit tam edhe me shumë me ndihmën përmes popullit. Se unë drejtohesh unë besu këtij formati. Po ton kohën keni jap komente shumë negative, të cilat janë kohën të parë me meje. Olsa tha pikërisht për këtë pjesën me ujë që unë kom stërpikën, tha shkurt, është kryesorja. Nuk ki nevojë, çore unë nuk më marr përgjegjësi për të tjerët, çfarë veprime i bojnë. Pa marr parasysh idenë çfarë do. Na jeni aty me lujtën, me provoku Olta. Unë vjen keq që po thonë inshallah nuk sprovohesh, as edhe një herë, sepse komente negative në mënyrë pa ndërprerje kom marr drejtim teje. Shkurtë që. Unë vjen keq. Shpresoj nuk ka Shpresoj që bigu i Albanisë, i Shqipërisë më madhon mundësinë sepse patjetër jam e bindur se do të marrë. Me shkuat atje. Dëgjom, jam e bindur që mund të marrë. Unë më herët thash që do të votoj për arsyet e asaj rëmuje që është shkaktuar në shtëpi, nuk dashta as me komentu, nuk dashta me gjyku as kan. Realisht vota ime nuk ka qenë për të dalë prej shtëpie. Ke nevojë me tregu. Nuk po du me tregu, po nuk ka qenë. Faleminderit shumë.